Dhe në këtë kuptim, edhe vetë reforma që kemi ndërmarrë ka qenë, po them, jashtë kontureve të përgjithshme të raporteve që ndërtohen për drejtësinë. Kështu që ky argument është thjesht një argument mbrojtës dhe njëkohësisht për të justifikuar vendimarrjen me sa duket politike të zotit Rama. Ne duhet ta shikojmë, se duhet ta shikojmë edhe ditën e nesërme, sepse me sa duket nesër do ketë po prap një mbledhje të Këshillit të Mandateve, ose duhet ta shikojmë në vijim, nëse jo nesër, në ditët në vijim, nëse qëndrimi i tyre është vërtet ky, apo do të ndryshojnë qëndrim, sepse zoti Rama është i njohur për ndryshimet e qëndrimeve të tij në raport qoftë me drejtësinë, po qoftë dhe me ndërkombëtarët, sepse jemi në një fazë kur drejtësia tashmë ka hyrë në hullin e një protektorati më të fortë ndërkombëtar, le ta themi këtë. Po të shikojmë edhe mënyrën se si u zgjedh kreu i ri SPAK, rezulton që të gjithë ata që financojnë reformën në drejtësi në Shqipëri kanë qenë shumë të vëmendshëm që ky institucion të mos shkojë definitivisht në duart e qeverisë, por të mbetet një ishull i pavarur në sistemin e drejtësisë. Në fakt, profesor, reforma në drejtësi u mbështet mbi parimin se askush nuk është mbi ligjin, përfshirë këtu edhe pushtetin publik. Dhe pyetja lind nëse po krijohet tashmë një situatë perceptimi se për antarët e qeverisë dhe jo vetëm zbatohen standarde të ndryshme nga ato për qytetarët e zakonshëm? Fatkeqësisht po, sepse mbrojtja politike që qeveria i krijon vetes dhe instrumentat edhe ligjore që ata përdorin, dhe po të shikosh edhe e drejta e kryeministrit për të ankimuar vendimin e SPAK në gjykatën kushtetuese, që përdoret shumë rrallë, pra janë raste shumë të rralla kur kryeministri në vetë të parë pa ditë, po them, një vendim të caktuar në gjykatën kushtetuese, sepse ndodh në emër të Këshillit të Ministrave, por në këtë rast është thjesht kryeministri me emër dhe mbiemër, pra tregon që ai niset tërësisht nga qëndrimi i tij personal dhe unë mendoj nga frika e tij personale për të replikuar një vendim të drejtësisë në gjykatën kushtetuese. Mirë, po pyetja është, a ka të drejtë çdo qytetar ta bëjë të njëjtën gjë? A funksionon drejtësia me të njëjtat standarde në të gjitha nivelet? Dhe fatkeqësisht kjo nuk është e vërtetë. Fatkeqësisht Shqipëria sot dhe qytetarët shqiptar sot gjenden përpara vështirësive të jashtëzakonshme në marrjen e drejtësisë. Nga 8 deri në 15 vjet shkon një çështje gjyqësore, çka nuk është as pak normale, sepse një drejtësi e vonuar nuk është drejtësi. Qartë, profesor, ndalemi tek një tjetër çështje, ku SPAK ka ndërhyrë edhe tek Akshi, një nga institucionet më strategjike të shtetit me akuza për abuzime me tender dhe grup të strukturuar kriminal. A jemi përballë një rasti të izoluar administrativ, apo kjo tregon një problem serioz në mënyrën se si është ndërtuar dhe kontrolluar tashmë sistemi i digitalizimit? Shumë serioz problemi. Shumë serioz. Një çështje, të themi të drejtën, në kohët që përjetojmë ne, në kohët në këtë periudhë ne jemi në zhvillimet shumë të mëdha të teknologjisë e informacionit, ku bota online është bota kryesore dhe lufta hibride, ajo që njihet në gjuhën e sotme të komunikimit, është në nivelet më të larta të mundshme. Shteti shqiptar është tërësisht i ekspozuar ndaj këtyre fenomeneve që në një rast normal, të një shteti normal, nuk duhet të ndodhin dhe nuk mund të ndodhin. Është papërgjegjësish e lartë për të gjithë shoqërinë. Tu nuk është vetëm thjesht çështje politike, por është një çështje e sistemit organizativ shtetëror dhe të mbrojtjes kombëtare. Ne nuk e kemi luftrat sot, pavarësisht se gjithnjë lufta klasike nuk përjashtohet, por sepse historia është e tillë dhe luftrat klasike të frontale nuk përjashtohen, por sot nuk jemi në këtë nivel lufte, jemi në nivelin kur luftrat hibride cënojnë jetën e çdo qytetari të botës në mënyrë të drejtë për drejtë në varësi të identitetit kombëtar apo shtetëror që ai ka. Në këtë kuptim, kjo që ndodhi me Akshin dhe kjo paraqitje që na ka ardhur nga Akshi është sigurisht një sinjal alarmi
një rënje praktikisht e shtetit, sepse kur çdo e dhënë e këtij shteti është e ekspozuar ndaj kujtdo, dhe kur luhet me jetën e secilit në këtë mënyrë, këtu ka rënë praktikisht shteti si një mbrojtës i interesave të qytetarëve. Kemi rastin kur shteti në këtë rast, në këtë moment, është kthyer kundër qytetarëve të vet. Dhe kjo është shumë e dhimbshme, sepse ne që të gjithë ne kemi deleguar pushtetin dhe i kemi dhënë të drejtën që ne të ekspozohemi me të dhënat tona personale, me gjithçka tonën, me idenë që i kemi të sigurta, të ruajtura, dhe nuk na ekspozohen dhe nuk kemi objekt i sulmeve individuale, sepse nuk është vetëm thjesht çështje e sulmeve që mund na vinë nga shteti më shtet, por është edhe çështje e secilit qytetar që është i ekspozuar sot përballë luftës hibride dhe personale ndaj një individi. Unë sot jam i pasigurt në këtë drejtim, biseda jonë sot është e pasigurt që po zhvillojmë në këtë mënyrë, pra që do të thotë që ajo garanci themelore që duhet na jepte shteti na ka rënë. Na ka rënë dhe kjo është dramatike për ne. Unë nuk e kuptoj mungesën e seriozitetit dhe të alarmit që institucionet përgjegjëse, kryeministri vetë në vetë të parë ka qetësia e tij olimpike për të bërë intervista krejtësisht të qeta, soft, a thua se asgjë s'ka ndodhur, është e habitshme, por unë mendoj që është edhe një po them një situatë e vështirë për të, dhe shpesh herë situatat skizofrenike që i krijohen individit politik nuk marrin parasysh rreziqet e vërteta dhe reale që ai sjell. Kush duhet mbajë, profesor, përgjegjësi politike për funksionimin e Akshit kur drejtuesit e saj dalin në hetim penal, ndërkohë që drejtuesit kryesorë të Akshit janë në masë sigurie, ndërkohë që ky institucion është promovuar ashtu si e dim prej vitesh si sukses i reformave? Po përgjegjësia është direkte e kryeministrit, se në rastin e Akshit, ai e ka varësinë edhe institucionale, e ka drejt për së drejti. Dhe përgjegjësia është e tija. Ne nuk mund t'i kërkojmë llogari askujt, sepse ai në vetë të parë ka administruar dhe ka promovuar këtë sistem të menaxhimit të dhënave online dhe të mbrojtjes së të dhënave të qytetarëve të shqiptar, dhe ai shkoi dhe më tej sot, duke në këtë mandat të katërt, ai shkoi dhe më tej dhe krijoi një ministre online. Kuptoni çfarë çmenduri është kjo, domethënë kjo është një çmenduri e cila marrosi edhe institucionin e presidentit të Republikës, duke prodhuar një faktor juridik të paqene, kuptoni, domethënë është e pa imagjinueshme që një gjë që nuk ekziston të shpallet ministër. Pra kjo është një çmenduri institucionale e cila sigurisht që do kishte këto pasoja, por themi të vërtetën, të ishte në këto nivele korrupsioni dhe administrimi i këtyre të dhënave të qytetarëve shqiptar, askujt nuk ja kishte marrë mendja. Ne kemi dëgjuar her pas here nëpër media, ka pasur gazetarë të guximshëm të cilët kanë raportuar lidhur me të, por askujt nuk i shkonte në mendje që ky nivel korrupsioni deri në krime të organizuara të mund të ekzistonte. Pra kjo është një moment tërësisht i papranueshëm për shoqërinë shqiptare, dhe qytetarët shqiptarë duhet ta kuptojnë që ky në këtë rast duhet ndërhyrë, duhet reaguar për të mbrojtur. Është momenti për të mbrojtur. Profesor, nga ana tjetër, hetimi i SPAK përfshin këtu tendera me vlera miliona euro dhe dyshime për manipulim të gjitha procedurave. A kemi të bëjmë tashmë me një korrupsion klasik në tendera, apo me një skemë të gjerë ku institucionet tashmë po përdoren për interesa të caktuara ekonomike? Shko, në librin e fundit që kam botuar, Antropologjia e ligjit, një nga çështjet me cilat jam marrë është drejtësia algoritmike. Drejtësia algoritmike i referohet aftësisë që ka kompjuteri
dhe në rastin konkret diella për të përzgjedhur tenderat në varësi të kritereve supozohet të drejta të paravendosura nga sistemi. Në fakt, kritikët e kësaj drejtësie algoritmike argumentojnë se pavarësisht se po vihet në pyetje funksioni jurist, i gjyqtarit dhe i prokurorit, në përpjekje për të zëvendësuar nga kjo lloj drejtësie, në fakt njeriu është i pazëvendësueshëm sado që të përpiqen dhe sado që të kemi ne si shoqëri njerëzore tendencën për ta shfrytzuar zhvillimin e teknologjisë e informacionit. Në këtë kuptim ju them se asgjë e paracaktuar nga ky sistem në dukje i drejtë dhe në dukje algoritmik nuk vendoset dot pa parapërgatitjen e njeriut. Ndaj, është e rrem ideja se tenderat publik po zhvillohen mbi bazën e një drejtësie e cila garanton maksimumin e vlerësimit, garanton ofertën më të ulët etj etj. Domethënë, këtu është një manipulim që i bëhet sipas rastit këtij sistemi të tenderave dhe të vërtetat dalin sepse në fund të fundit edhe spaku vet nuk i referohet për hir të vërtetës kësaj teknike hetimore sipas të cilës ne të ndjekim vetëm dokumentacionin, por shkohet përtej dhe unë mendoj që SPAK në këtë rast ka arritur që ta dekriptoj, ta demontoj dhe të shikojmë që në fund të fundit këta njerëz të dalin para drejtësisë dhe të mbajnë përgjegjësi. Qartë. Mirë, profesor, një tjetër çështje ku Partia Demokratike ditën e sotme ka organizuar një protestë kombëtare duke i quajtur si një hap kyçfra për të përballur qeverinë dhe për të kërkuar ndryshime politike radikale në vendin tonë. Pyetja nëse a mundet që një protestë e tillë tashmë të shndrohet në një pikë these në strategjinë e opozitës pra e cila është ndërtuar apo është vetëm një tubim simbolik? Po shiko, në çdo vend normal, opozita do ta kishte një kazus në dorën e saj, reagimin e drejt për drejt lidhur me një çështje kaq madhore. Ju kujtoj këtu që vet ish opozita e Partisë Socialiste në raste të ngjashme ka shfrytzuar në mënyrë maksimale momente të tilla të korrupsionit të hapur